Zoti kryetar, spari dhe unë, përzemërsisht ju uroj përsëri, ju, të gjithë atyre që ju kanë votuar ju dhe mbarë shqiptarve, një vit, lartësinë e prishmërive, më të mira që kemi. Të nderuar deputete dhe deputet, ne nisim këtë vit kur të gjithë shqiptarët, të gjithë miqtë e Shqipërisë në Europë dhe në botë presin nga Partia Demokratike, presin nga opozita shqiptare zgjidhje e situatës dramatike në Shqipëri. Zgjidhjen përfundimtare të kësaj situate, e cila, si asnjë vend tjetër, një vend antar i NATO-s, një vend që pretendon se po ecën drejt Bashkimit Evropian, faktohet para qytetarëve të saj dhe mbar botës një klik e papërgjegjshme, një organizatë kriminale që vjedh ditë e natë qytetarët e saj, një organizatë kriminale që bashkëpunon me kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë dhe në botë. Shqiptarët e nisën këtë vit në shumë zona të vendit, nga Gjirokastra në Shkodër, po veçanërisht në Durrës dhe qarkun e Durrësit, në një përmbytje të përmasave të papara ndonjëherë, në një përmbytje me pasoja të rënda, në një përmbytje në të cilën shteti jo që nuk ishte një mbështetje për qytetarët, por shteti me korrupsionin e tij të çmendur, të papërmbajtur, ishte shkaku i thellë i kësaj përmbytje të papar ndonjëherë në qarkun e Durrësit, por dhe në disa qarqe të tjera. Në fakt, në ujërat që përmbytën mira banesa nga veriu në jugun e vendit, u përmbyt gjithashtu morali i kalbur i kësaj qeverie. Shqiptarët panë se si këta gobsek vazhdonin ahengjet, udhëtimet, ndërkohë që ujrat shtoheshin çdo ditë në shtëpitë e tyre. Shqiptarët panë me sytë e tyre shkaqet e vërteta të kësaj drame që pësuan dhe që edhe sot janë në të.
në çdo vend dhe çdo qeveri në botë ndërtohet një infrastrukturë kundra përmbytje. Dhe në ligjin e sigurisë kombëtare, emergjenca ndaj fatkeqësive natyrore ka një përparësi absolute. Pra, Shqipëria u doq sa asnjëherë tjetër në tërë historinë e saj. Satelitët e Peleshit mbushën xhepat e Edi Rams. Firmosja një marrëveshje se na duan satelitët për të pa vatrën e parë të zjarrit që të shkojmë dhe ta fikim me njerë. Ky mashtrues i pa skrupull, i pa moral. Zjarret dogjen njerëz të gjallë. Dogjen familje, shtëpi si asnjëherë tjetër. Dhe satelitët i verboj korrupsioni. Më dramatike është situata e përmbytjeve. Homemade e bërë nga dora e njeriu. Jo shiu. Shiu nuk ka sjell njeriu. Por problemi është se në ulësirën e Durrësit 2 hidrovorë të fuqishëm që e mbrojnë atë dhe 2 kanalet kryesore që e mbrojnë teritorin e këtij qarku, e kësaj ulësire, ishin jashtë funksioni. Hidrovori Hamallës, patronazhistët i kishin vjedhur 3 pompa të fuqishme, mira litra ujë në sekond. Zhdukur të trija. Vjedh pompat, vjedh motorat. Mirnin rrogat. Dhe paftësisht. Gjersot, asnjëri s'është bërë përgjegjës, por njëri që të kujton njerëzit primitiv me qëllimet e veta, dhe nuk është primitiv, fajson të qytetarët se kanë hedhë letra dhe plastika në kanalet. Ndërkohë, nga taksat e tyre, janë marrë 40 milion euro për pastrimin e kanaleve, për mirëmbajtjen e kanaleve, për mbrojtjen e qytetarëve, por ato kanë përfunduar të gjitha në xhepat e lubive të qeverisë, e banditëve të qeverisë. Hidrovori i Porto Romanos është spostuar në mënyrën më kriminale nga vendi, pika më e ulët që duhet ishte, e kanë nxjerrë në një terren tjetër ku mbi 1,5 metra apo 2 metra më lart, dhe ati nga 9 porta gjysma nuk i funksionojnë fare. Fare. Kështu dhe hidrovorët e tjerë me radhë. Një shtet që figuron vetëm në drogë dhe letër.